Izraeli, OKB-ja s'ka përmbushur rolin për shpërndarjen e ndihmave në Gaza. Izraeli akuzon OKB-n se nuk ka mbledhur ndihmë humanitare që grumbullohet në kufirin e Gazës. Koordinatori i Ministrisë të Mbrojtjes së Aktiviteteve Qeveritare në Territor ka akuzuar Kombet e Bashkuara për mos mbushjen e rolit të saj dhe mbledhjen e ndihmës humanitare në vendkalimin kufitar Kerem Shalom. Sipas Kogat, më shumë se 400 ngarkesa kamionësh të ndihmës humanitare të cilët u përpunuan përmes Kerem Shalom janë në pritje të mbledhjes së shpërndarjes. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe grupet e ndihmës thonë se ata janë përballur me sfida të konsiderueshme që të shpërndajnë ndihmën për shkak të pasigurisë, rrezikut të çkitjes, çështjeve të koordinimit me autoritetet izraelite. Me hyrjen e partërirë të ndihmës humanitare në rripin e Gazës, të kemi arritur në të gjitha organizatat e ndihmës humanitare dhe bashkësinë ndërkombëtare dhe kemi bërë thirrje që ato të marrin pjesë në shpërndarjen e ndihmës për civilët në Gaza. Sidoqoftë, në ditët e kaluara Kombet e Bashkuara kanë shmangur për mbushjen e rolit të tyre dhe përkundrazi vazhdojnë përhapjen informacione të rreme dhe të pasakta në lidhje me shqetësimin civil, theksoi shefi i Kogat Ghassan Alian në një deklaratë. Sipas Alian, Izraeli ka zgjeruar rrugët për ndihmën dhe tani është radha e Kombeve të Bashkuara për ta bërë atë. Izraeli rifilloi dërgesat në Gazë javën e kaluar, pasi pezulloi ato për më shumë se 2 muaj më 2 mars.